Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin Arbëria. 19 tentime për zgjedhjen e kryetarit ose kryetarit të Kuvendit, prap dështim. Kosova nuk duket që e ka këtë luks dhe këtë formë të tentimeve për të bërë institucione pa marrëveshje politike. Rezultati zgjedhor nga 9 shkurti në zgjedhjet nacionale ka treguar që një parti fituese nuk mund të jetë. Tani edhe debatet janë bërë të shpeshta lidhur me këtë temë. Sonte do të flasim me njohuesin e rrethonave politike dhe analistin Abdullah Klinoko. Faleminderit zëtë Klinoko që gjetet kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit shumë ju për ftesën. Si po duken tentimet për zgjedhjen e kryetarit ose kryetares së Kuvendit të Kosovës, së ishte e 19 herë në këtë tentativa. Megjithëse është një konsumim i obligimit ligjor që është për me u thirrë seancash dhe 4 tetor, ju keni pa propozimin e vetëvendosjes që ka unë hajtë e provoj me ka një herë një javë të shohim që shpeshkon puna. Pro për drejtësoni që kena përmbajtësisht një marrëveshje politike si me dalë për krizës, kjo është veç një ecuri monotone e respektimit të akteve juridike dhe duhet më mbledh si obligim ligjor, jo që ka një zgjidhje ose që pritet me bë një zgjidhje. Trajtimi që organizohet seanca mekanizmi bë për fat keq edhe monotone për qytetarët e vendit, për shkak që po dihet që kanë më mbledh çelet, bëhet një prezantim i shkurt, keni propozime për anëtarët e komisionit për shkak që tash ka hyrë procedurë me votim sheft, edhe mbyllet seanca, procesi 15 minutë, 20 minutë, edhe kjo ka shtuar një farlloj me një përgjegjësi dhe një farlloj mosdurimi për ndjekjen e këtij procesi politik për vetë qytetarëve, për vetë votuesve. Nga subjektet politike ose udhëhecit e subjektet politike, po shihet që nuk e kanë, ta themi kështu për në mend, për faktin që edhe ata po e dinë se çfarë do të ndodh pas 2 minutash. Nuk ka përpjekje as nga partia fituese, as nga ish partitë opozitare që të dëgjojnë një zgjidhje. E tëra që po shihet se si të manipulohet ose të mashtrohet opinioni edhe si të hidhet topin nga ana në anën tjetër. Këtu me gjasë këtë përpjekje në duke bërë partit politike me provu se kush para qytetarëve ka me dalë viktime këtij procesi, edhe një farë më trajtu si kush të qytetarët, se me thonë, i është bërë padrejtësi edhe i kanë hi partit e tjera politike në qafë. Ideja është që më paraqit sa ma viktim para qytetarëve, qytetarët në përgjithësi edhe populli jonë përgjithësi viktimin e kanë vështet. Ju e dini që vetëvendosja për bindjen teme dhe zgjedhjet e fundit i ka marrë mbi 50% votave si rezultat i veprimeve të mëhershme të partive politike që e kanë rrezuar gjatë pandemisë. Rrjedhimisht është trajtuar krejt ai procesi një procesi pa drejtë prej partive politike ndaj vetëvendosjes dhe qytetarët në mënyrë masovike kanë shpagu atë padrejtësi dhe atë padrejtësi që është bërë ndaj vetëvendosjes kuptimin politik sipas qytetarëve dhe atë viktimizim apo atë shitje si viktim që e ka bërë vetëvendosja gjatë asaj kohe. Edhe tash është duke përdorur një etaloj. Janë të provu partitë politike se cila prej tyre po paraqitet më viktim të qytetarët me pas mirë kuptim për sjelljet dhe veprimet politike ndaj cilës do parti që mundet me propagandë më fort me shit veten si viktimë. Ku qëndron përgjegjësia e subjekteve politike sepse nëse merr besimin elektoral, besimin qytetar, e ki edhe një përgjegjësi ndaj atyre votuesve dhe në përgjegjësi ndaj qytetarëve të Kosovës që ti konsiderojnë organet. Kështu është interesant po e zom edhe në kuptim të traditës, edhe në kuptim të familjes, edhe në kuptim të rrjedhave të përgjithshme sociale, gjithmonë më i fuqishme, gjithmonë më i fortë, gjithmonë më i madhe, është përgjegjësh për zgjidhjen e problemeve dhe situatave në cilat ndodhen. Pra i madhe mundet me kriju, i madhe në kuptimin edhe të familjes, edhe të fisit, edhe të shoqënisë, po të njëjtën kohë edhe në këtë rrafsh politik, mundet me kriju ambientin e mirëkuptimit edhe zgjidhjes së problemeve. I vogël ose ata që kanë qenë më të vogël në kuptimin e traditës tonë, kanë mundësi me thonë farmëri me prish pak a shumë rendin. Por gjithmonë përgjegjësia është lypri më të madhe, edhe në kuptim të fisit, edhe në kuptim të familjes. Tash edhe në rrafshin politik, përgjegjësia është ati që është më e madhe, ajo ka mundësinë dhe frymin e përgjithshme politike për me kriju raport
dialog dhe me zgjidh problemin. Problemi është në Kosovë ka vite që është shtru këtë taburizim e partive politike. Pra kemi pas një fushat shumë tashpër, e kemi pas një 4 vjeçar që partitë opozitare shumica prej tyre mos gjitha janë etiketu si parti ose si vegla her mas here që paguhen, që një mënyrë se tjetër janë etiketu me një propagandë që Serbia i ka prek mediat, i ka prek analistat, i ka prek shoqërinë civile, i ka prek partitë politike. Dhe kjo e ka barrikadu shumë raportin midis vetëvendosjes dhe gjitha partive politike. Na kemi pas përvojat edhe më hershme të Partisë Demokratike, kur ka qenë si partia më e madhe. Por kryeministri në atë kohë, sekretari i Partisë Demokratike në atë kohë, asnjëherë nuk e prishke ose nuk e beke punën për me ra qeveria pa ndërtuar një aleancë më sheft paraprakisht. Dhe pothuajse është ditë që ka më shkuar në zgjedhje dhe mas zgjedhjeve janë ndërtuar aleancat me këtë parti ose me atë parti politike. Këto zgjedhje me gjasë vetëvendosja ka hi me idenë që ka me marrë prap 500.000 votë që e ka sënu. Nën shkurti ka treguar që nuk ka arritur 50%. A është dashur të mendohet nga nën shkurti krijimin e aleancave ose koalicioneve? Për bindjen time është dashur më mendua edhe më herët. Për shkak që ky popull edhe nuk e ka pas një qeverisje që kish mujt me apo 500.000 vota. Unë nuk e di një qytetar që merr shërbime për institucione vendore e që është aq i kënaqur me këtë qeveri 4 vjeçare, saqë është kanë pa dilemë që kanë më dhënë prap votën. Pra, një politikë racionale është dashur me menu shumë seriozisht që nuk ka mundësi me marr 500.000 vota për shkak që përveç veriut që është trajtuar në aspekte të caktuara pozitive, aspektet e jetës brendshme qytetarëve nuk e kanë përjetuar dëshirën ose nuk e kanë arrit atë synimin ose atë vullnetin e tyre që e kanë pasur përmes qeverisë. Kjo kanë gjatë procesit qeverisës, u dashur me mendu që do është me pas nevojë për një aleat. E dyta, mas rezultatit zgjedhor, është dashur me kanë kujdesshëm në opinionet dhe deklarimet publike të kryetarit të vetëvendosjes, për shkak që edhe ka ndikuar në një masë shumë të madhe. Ju e keni pa tash të qytetarët e komentet dhe të përgjithësia ambientit qytetarëve se sa herë që ftohen liderët e partive politike në takim nga kryetari vetëvendosjes, komentet i ki shumicën ndërmuese cili hajvan po shkon në takim me kryeministrin, si rezultati një fjale që e ka fol në tubimin e tij festiv pas mbylljes eksekutive dhe pas daljes së rezultateve zgjedhore. Tani të themi, a duhet të mendojmë sinqerisht liderët e subjekteve politike për ndërtimin e institucioneve duket pak si interesante sepse shumica dhe narracioni është ndërtuar që s'ka sinqeritet në politikë, që realisht duhet të ketë sinqeritet. A duhet të mendohet ndonjëherë niveli i përgjegjësisë edhe forma bashkëpunimit me subjekte politike? Edhe opozita nuk është kompakte. Pra, po e zëm, nëse opozita flet për një koalicion të opozitës para këtyre zgjedhjeve për me ndërtuar një shumicë parlamentare prej partive LDK, PDK, AK, Nisma dhe tjerë kushdo që bashkangjitet prej komuniteteve, nuk duket që e ka një seriozitet mjaftueshëm. Për bindjen tem, një blok i tillë ka qenë në atë kohë bloku Vlan. Po e zëm që ka qenë një grup opozitar, e ka nisur një marrëveshje edhe është ditë kogja qartë agenda. Se rezultati akt gjykimit të gjykatës kushtetuese, ai blok është përtallu dhe kemi pastaj një koalicion midis PDK-s dhe LDK-s. Këtë fazë nuk e ka, me gjasë nuk është një gatishmëri e plot as për partive opozitare. Po të kishte pas një dakordim të partive opozitare për me dalë për kësaj krize, besoj që kishte qenë dashur deri tash me pas një koalicion publik edhe zyrtar midis partive opozitare. Në kuadër të kësaj marrëveshje, më parashit se si do të veprohet për çështjen e kryetarit të kuvendit. Pra, përderisa partitë opozitare duke lejuar me rrjedha fati i pafundshëm për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, nëse kishte pas një pajtim, qoftë edhe Albulena Haxhiu mos zgjedh kryetari i kuvendit, atëherë kishte rrjedh një afat i kufizuar kohor, ku brenda 15 ditë ish konsumuar drejta e vetëvendosjes për bërjen e qeverisë dhe kishte kaluar te kandidati i dytë. Thjesht këtë pikë menoj që edhe partia më e madhe që është vetëvendosja absolutisht nuk ka interesim për me pas një koalicion përmbajtësor me parti politike, ose është duke desht me pru punën në atë mënyrë, saqë me cilën do parti politike me bë koalicion, më amnistu të elektorati vetë dhe të qytetarët, me thonë mami ishi bë një koalicion me PDK-n ose LDK-n, se sa që shket i shku puna, e të një të një justifikim në shtaj presin edhe opozita. Apo të një ndërhyrje me njëherë pas zgjedhjeve takimet që i pati zoti Kurti me zotin Limaj, që një farforme e shpartallaj këtë kombin opozitar. Edhe më pas
3 deputet, 3, por u po si e vështirë për opozitën që më pas e po tonë qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, jo të prera të Partisë Demokratike në takimet e ndryshme, për ashtë aleancën e cila ka qenë nga fillimi, ka qenë stoike që nuk do të shkojmë dhe s'ka pas asë oferta, asë mendime ndryshe. A ishte një taktizim i zotit Kurte, afrimi me zotin Lima. Është të vërtet që që thu që vetëm me vizion të qartë, edhe definitiv e ka pas kryetari e AKS Haradinaj që ka thonë këtu pas këtyre zgjedhjeve ka me pas një qeveri të opozitës para këtyre zgjedhjeve. Pra një qeveri midis LDK-s, PDK-s, AKS dhe Nismës. A ka ndiku raporti ndërtum në mënyrë jo sinqert midis Kurtit edhe Limajt, besoj që e ka pas një impakt negativ në këtë aspekt. Për shkak se nëse sot e kemi një grup parlamentar të AKS me 6 deputet, potencialisht kishim mujt me pas një grup të AKS me 10-11 deputet, duke ju bashkangjitur edhe 2 prej minoriteteve. Dhe nëse në kuadër të parlamentit kishte pas një grup parlamentar me 10-11 deputet, përfshi PDK-n, LDK-n, e shkriju besoj një kompaktësi më e madhe e agjendës opozitare për krijimin e qeverisë të re. Ky kontakti jo zyrtar dhe me marrëveshje jo publike, jo përmbajtësore, midis vetëvendosjes edhe Nismës, besoj që komi kushtu mas shumë të Nismës. Pra Nisma, edhe Lima në këtë rast, për bindjen tem, e ka humbur besimin për koalicionit të mundshme me çdo parti politike pas këtyre zgjedhjeve, për shkak që askush nuk ka me besu që një politikan i cili posa përfundojnë zgjedhjet, në mënyrë të njashme, shkput një marrëveshje të koalicionit, nuk besoj që ka me rikthy besimin e tij që me ndërtuar një partneritet me ndonjë prej partive tjera politike. A ishte lojë politike e zotit Kurti, afrimi me zotin Limaj, vetëm për faktin që të prisht, ta themi këtë blok opozitar? Besoj që kanë pas, ndoshta edhe kanë pas një shpresë reale për bërjen e qeverisë. Për shkak që kanë menduar se 48 me 3 të deputet të Nismës, shkon 51 dhe 20 i kanë dhe 10 i kanë knap prej minoriteteve që mundin me rri 61 potencialisht 62 deputet. Dhe në këtë premis, besoj që e ka pas edhe shpresën që mundet me bërë qeverinë shpejti me Limajn, po të njëjtën kohë edhe e ka përdor Limajn për me e ndiku negativisht aspektin e qeverisës të mundshme prej partive tjera opozitare. Edhe në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës, zoti Kurti shkoi në 2 anët. Në njëra anë komandant Çeliku, në anën tjetër tha që ajo zoti Limaj pret ke shumë kur parlamentarën, ku e din që ne jemi parti me 22%, po ashtu kemi parti në koalicion në kodët e vetëvendosjes, partinë Guxha me 6 deputet, edhe kurse si nuk i vjen radha zoti Lima të jetë kryekomendar. Në njëra anë lëvdonte, por në njëra anë i tregonte një mesazh që nuk mund të arrijnë atë që synoi. Kurti prej përvojat më shumë politike edhe prej njerëzve që kanë pas partneritet me të, ka synim për me marrë njerëz në partneritet me shfrytzu politikisht, edhe mos më thoni farmyre as faleminderit atyne. Kjo është praktikë që e ka përdor. Ju e dini që Guxha është një parti që ka pas koalicion me vetëvendosjen, alternativa por asnjëherë nuk ka leju që në listat zgjedhore publike me qenë partner të barabartë as Guxha, as alternativa dhe as partner të tjerë. Gjithmonë kanë qenë si kandidat të partive tjera politike në kuadër të lëvizjes vetëvendosje. Pra, prej përvojave çka kemi pa deri tash, Kurti nuk ndërton partneritet shnosh me aleat politik. Ju e dini para disa vitesh, ndoshta 10 vite, ka pas koalicion atko me Lëvizjen për Bashkim. Dhe lëvizja vetëvendosje me Lëvizjen për Bashkim që ka pas koalicion, LBA në atko pa të fitu 2 deputet. Porët që janë si e mire përgjithshme e deputetëve që përfiton partia politike si rezultati përfaqësimit në Kuvendin e Kosovës, lëvizja vetëvendosje nuk ja ka dhënë Lëvizjes për Bashkim me pretekstin se keni konkurruar në kuadër të lëvizjes vetëvendosje. I përmend këto raste për me nxjerrë një konkludim sipas bindjes tem që partneriteti me vetëvendosje është shumë i vështirë, është një mënyrë të pabarabartë dhe provon me shfrytzu politikisht çdo partner të vetin, pa e dhënë mundësinë e ruajtjes së identitetit vet. Me ministra, ju e dini që ministrat e kësaj lista Guxha çka është, asnjëherë nuk kanë pas një prezantim të idesë vet politike, gjithmonë kanë qenë pasues verbër të kryeministit Kurti, ose madje me thonë më shumë fjalimet e tyre kanë lëvdu kryeministin Kurti se sa veprimet e tyre politike. Po ashtu shohim që tani ditët po ecën 48 orë pas 48 orëve, por nuk e shohim asnjë iniciativë nga subjektet politike që
të marrin edhe të dërgojnë këtë formë në gjykatë kushtetuese të shohin që a konsumohet kjo e drejt deri në a është deri në pafundësi apo konsumohet një ditë. Sepse gjykata kushtetuese nuk e ka paraporë, sepse nuk është menduar që mund të shkon kjo formë. Sepse nuk kemi pa iniciativa as nga subjektet politike, as nga asnjë subjekt politik, as ndonjë iniciativë. Kjo është që po them që nuk ka një gatishmëri reale për me dalë për kriza as për vetëvendosje, por për fat keq as për partive opozitare. Për bindjet e nuk mundet me zgjidh këtë problem takimet me presidenten, edhe nuk mundet me zgjidh këtë problem seancat zyrtare të ftuar çdo 4 tetor. Mundet me zgjidh këtë problem një marrëveshje politike ose me gjetë rrugë zgjidhje për kësaj situate, një marrëveshje politike që krijohet në për takime grupe punuese të partive politike, po jo në seancë, hajde po mbledhemi pak para seancës, një 10 minuta po konsultohemi çish me bë. Besoj që opozita deri tash ka qenë dashur me çun në gjykatë kushtetuese rastin, jo me pyetje që nuk jep zgjidhje, por me pyetje të qartë se deri kur e ka drejtën e konsumimit të propozimit të kandidatit për kryetar të kuvendit grupi më i madh parlamentar. Dhe unë besoj që ndoshta na jemi edhe peng një gjykimit gjykatës kushtetuese që nuk ka qenë gjithëpërfshirës në atë kohë kur është dhënë. Dhe e cila edhe ndoshta nuk e ka parapo që mund të ndodhë këtë formë. Ndoshta nuk e ka parapo, ndoshta edhe atëherë, se me thonë, është përgjigje ngushtë në pyetjen që është drejtuar në atë kohë prej Partisë Demokratike të Kosovës, që pas qëndrimin që kryetari i kuvendit i takon grupit më të madh parlamentar, unë besoj që deri tash ka qenë dashur me pas. Por nëse s'ka ndodhur deri tash, duhet me ndodh që 10 deputet me mbledh me çun gjykatën kushtetuese pyetjen e qartë se a konsumon partia më e madhe parlamentare afatin e vet për propozimin e kryetarit të kuvendit. Dhe besoj që një interpretim që kishte dalë prej gjykatës kushtetuese do të ishte përdorur si normë për referim se si duhet veprohet më ndryshe. Ndoshta edhe kishte qenë edhe bazë për një marrëveshje të imponuar politike dhe në fundit edhe para qytetarëve kishin pas justifikimin politik mbi një mendim juridik se si me dalë për zgjidhjes ose si me dalë për krizës, cilën jemi për me gjetë zgjidhje sa më të përshtatshme. Nëse i shohim deklaratat e gjitha subjekteve politike, zoti Klinoku, si po shihni ish partitë opozitare, apo shkojnë në ritmin e lëvizjes vetëvendosje. E po që ishin një herë për verifikim të mandateve, mbeten atë, pastaj u tërheqin një farë forme, jo deklaruar që u zotua kështu kjo formë do të kryhet, me pas mbeten tek kandidatja, nuk e votojmë njëjtën kandidate, zotin Haxhiu, që po duket që janë në ritmin e lëvizjes vetëvendosje ka po dëshiron t'i dërgojnë. Nuk po kanë qëndrojnë të prerë, që ne po marrim shembull, ne nuk e votojmë asnjë kandidat nga lëvizja vetëvendosje, ose ne votojmë kushdo që është me hes procesin, me pa procesin. Me pas kalimit të kohës po shihet që po mbesin në të, ta themi, edhe nuk po dinë me gjetë zgjidhje, apo nuk po doin me gjetë. Kjo kohë kështu është koha më e favorshme për partinë që janë pushtet. E para, nuk ka një përgjegjësi politike ndaj qytetarëve. Të qytetarët është ushtuar një farë lloj pesimizmi kolektiv dhe një farë lloj dëshpërimi kolektiv çdo ditë më shumë. Është një mundësi e rritjes reale të korrupsionit dhe është një mundësi e keqpërdorimit të detyrave dhe pozitave zyrtare, prej kryeministit, ministra dhe gjithë varzëve të tyre. Për shkak që është periudhë kohore pa përgjegjësi të qartë politike. Pra dhe vetë qendrit e tyre, si ushtrues detyre të ministrave ose si ministra ose si kryeministër detyrë, po trajtohet si gjendje jo ligjore. Dhe si e tillë dhe vendimet që i kanë nxjerrë asoj kohë me impakt financiar apo juridik, po trajtohen si akte ose si veprime jo ligjore. Krejt kjo i konvenon mas shumë të përbindjen tempo, i konvenon mas shumë të lëvizjes vetëvendosje, kuptimin e kapjes së pushtetit çdo ditë më shumë, përfshi edhe emërimet në përborde. Politikisht mundet besoj që mundet me kushtu edhe lëvizjes vetëvendosje, se qytetarët këtë gjendje duke po, që gjendja është çdo ditë më shumë për shkon më keq, disa çdo ditë çmimet që rriten, problemet që shtohen, pamundësitë e zgjidhjes së problemeve dhe qytetarët nuk po ka asku ankohet. Me shku të ministra të kryeministit thotë na po presim derisa të bëhet qeveria e re, thjesht qeveria e shfrytëzon këtë vakum institucional për me mbyll derën qytetarë për ankimim ndaj shumë problemeve të cilat është. Opozita me qëtë rast
apo bjen se me thonë këtë luajin e vetëvendosjes. Opozita si rezultati një agjende të qartë përbashkët, për fat keq mundet edhe me shërby vetëvendosjen në mënyrë pa vetëdijshme me këto sjelljet e sajna, ose duke pretenduar që është duke pas qëndrimet e veta. Për zonë kur opozita ka pas qëndrim për punën e mandateve, për votimin e verifikimit të mandateve, dhe ka marrë vendim për me kaluar ajo pikë e rani ditës, por fat keq prej vetëvendosjes nuk i ka pas një reflektim pozitiv për me thonë që u arrit një marrëveshje edhe po hisim tutje, po çdo deputet i vetëvendosjes që ka dalë para mediave e ka akuzuar prap partitë e tjera që nuk pa çore pa votu qysh tham na. Thjesht çdo deklarim i tyre publik, po që se mirret, edhe po që se shihet në kuptim të fundit të çështjes personale, thu pse me votu unë tash te kandidatin e tyre kur këta prap s'kan me thonë as faleminderit, por as nuk kanë me pas mirë kuptim për sjelljen e tyre. Megjithatë, shohim të partitë opozitore që kërkojnë kandidat tjetër për kryetar kuvendit. Por secili kandidat ne e njohim edhe kemi parë secili kandidat që është për kryetar të kuvendit është ta themi në diktatën e Zotit Kurti. Edhe nuk ndallën asnjëri nga tjetri që mund të tregon unin ose vetveten si kryetar ose kryetare kuvendit. Pse e pengon këtë opozita? Dhe më pajtona që opozita me mendu për me bëni kryetar kuvendi pak ma gjithë përfshirës, ose pak ma të hopur ndaj opozitës, me qëllim që pas konsumimit të drejtës së kandidatit partisë më të mëdha parlamentare për me bë qeveri nuk arrin me bë, atëherë me bë opozita, rrjedhimisht duke bë një qeveri prej partive PDK, LDK, Kynisma dhe tjerë, dhe një kryetar kuvend që është më i hapur ndaj partive mund me pas një bashkëpunim më korrekt. Unë besoj që kjo është një matje e gabueshme. Ajo është dëshmuar që njerëzit e vetëvendosjes janë një farlloj imitimi i verbër ndaj liderit të tyre dhe thonë ndryshe, lideri i tyre ka një autoritet superior mbi çdo antar të vet partisë, lemo mbi rrethin e tij të parë ose dytë ose të deputetëve të cilët janë kuadër të vetëvendosjes. Përvoja më hershme e deputetëve që kanë qenë kundër politikave të caktuara të kryeministit Kurti dhe përjashtimi i tyre prej vetëvendosjes ju ka dhënë në mënyrë mësim deputetëve aktual që kushdo që mendon për me kundërshtu liderin ton, ka me përfundu jashtë kuvendit në zgjedhjet e ardhshme. Pra Kurti këto veprime ka bë për me betonizu pozicionin e vet absolut mbi çdo antar brenda partisë, mbi çdo deputet dhe mbi çdo strukturë zgjedhëse. Rrjedhimisht nëse opozita mendon që ka marrë një majbut, mendoj që është një çështje që nuk i nxjerr askon, për shkak se çdo një që del aty, del me letra të partisë ose të byros partisë, qoftë për Kurtit e qoftë për shumë që menoj që edhe Dejona Mihalli është ajo që përcakton edhe fjalimet, edhe agjendat, edhe planifikimet e vetëvendosjes. Pra, një kryetar i kuvendit për vetëvendosjes, kushdo që qoftë ai, nuk mundet me pas një bashkëpunim më të hapur me një qeveri që nuk bëhet për vetëvendosjes, për shkak se ai është një kukull krykput i vetëvendosjes atë. Ose nuk e shohim një qëndrim të qartë të prerë nga partitë opozitore që është krejt demokratike, që të deklarohen që kudo që vendosni kandidat për kryetar të kuvendit, ne nuk e votojmë. Bënë zgjidhjen edhe ne jemi të gatshëm, ose për zgjedhje, ose bënë qeverisin e ke fitu shumicën edhe një qëndrim prerë nga populli. Shumë të partitë, dikush e kërkon një kandidat tjetër, dikush jo ministra që kanë qenë, dikush diçka tjetër një alternativë, edhe shihet kjo diçka që po luan Zoti Kurti më lehtë në këtë formë. Opozita si rezultat e mos marrëveshjeve tyne, si rezultat e një agjende të qartë të gjitha këtyre partive politike, ka me mbet gjithmonë të si më thoni rrethë vicioz edhe ka me mbet gjithmonë ato graskat që mundet me kriju shumica në këtë rast vetëvendosja. Sikurse PDK, LDK, AK dhe Nisma, edhe pse ka filtruar me vetëvendosje, mundet prapë me u rikthy si rezultat i numrave, atëherë besoj që nëse kishin pas një agjendë të qartë, nëse kishin rrinë një marrëveshje publike, politike, me thonë na kemi një koalicion prej sotit, edhe në kuadër këtij koalicioni kemi vendos me votu çfarë do kandidati që e propozon opozita, për shkak se jemi duke desh me rrjedha fati kohor për krijimin e institucioneve rrjedhimisht qeverisë. Atëherë besoj që kishin një transparencë shumë e madhe, kishin një marrje përgjegjësisë politike dhe një ballafaqim fundit me guximin politik që e kanë partitë politike.
Po përderisa nuk ka një marrëveshje të tillë të këtyre partive politike, atëherë vetëvendosja ka me vazhdu me qita vazin e vetë, derisa t'i lodh partitë politike ose ndonjë pjesë të partive politike që dorëzohet për me qenë edhe pjesë të qeverisë. Tash përderisa është hyja gjatë mosbëmja e qeverisë, besoj që vetëvendosja ka interes me i me dy partitë më qoftë PDK, LDK për me zgjidhë problemin e presidentit që mos më shkon zgjedhje vendi shumë shpejt. Pra tash jemi shty dikon 3 muaj prej zgjedhjeve, 4 muaj prej zgjedhjeve dhe i duhet një qeveri që në pakon e vet të koalicionit ka me dhënë edhe propozime për presidentin me qëllim që me pas një qeveri minimalisht 3 deri në 4 vjet. Nëse opozita nuk më kriju që blok opozitor të qartë, me agjendë këfjelt, me vendime të qarta, ku nis procesi me shty përpara, atëherë përgjegjësia paraqytetare komi taku edhe partive opozitare politike, jo vetëm partisë më të madhe që i ka numrin më të madh të deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Po ashtu në pas zgjedhjeve parlamentare nuk e kemi po si shumë herë faktorin ndërkombëtar të kyçur. Kemi po konsulta sipërfaqësore, por ndoshta mungon edhe mungesa një ambasadori amerikan që shpesh herë ka ditë televiz zgjerat edhe ta merr për montën e diplomacisë ndërkombëtare. Këtu nuk kemi parë. Çfarë po ndodh edhe në raportet me bashkinë ndërkombëtare? Po besoj që Kosova, kjo është një prej pasojave që na nuk jemi duke pa që se rezultati i dyshimeve të mëdha në rrjedha globale, Kosova nuk është më ai bolt pointi, nuk është më ai pika kryesore e politikës ndërkombëtare të Amerikës ose të vendeve të Bashkisë Evropiane. E keni luftë në Ukrainë që nuk dihet fundi i saj dhe procesi rrjedha e saj që shpërshkon, edhe që është duke konsumuar shumicën më të madhe të politikës së Bashkisë Evropiane. E keni luftë të vazhdueshme që po ashtu po e konsumon edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është lufta midis Izraelit dhe Gazas, siç është kriza potenciale me Rusin, kriza ekonomike me Kinën dhe gjitha këto pastaj një konflikt që po llogaritet që përfundoi me një ampushim midis Pakistanit edhe Indis, gjitha këto kanë bërë që Kosova më qenë, si më thonë, një farë lloj krize politike ose një farë lloj interesimi për të marrë në Kosovën prej politikave të shteteve të huaja tretësore mos edhe më shumë. Dhe se rezultati i kësaj nuk ka një interesim për më marrë direkt me neve se çka po ndodh e na çka po bëjmë na. Përgjegjësinë duhet me pas na vet. Nëse na nuk e kemi përgjegjësinë, na jemi të qu ujnë mulli një ideje që Serbia e ka sponsorizuar vazhdimisht, që shqiptarët e Kosovës nuk janë gjendje me bëha dhe me majtë shtet. Dhe na sa më shumë kemi me shty këtë dështimin tonë institucional, na veç më shumë kemi me dhënë, atë do të kemi me dhënë kredi politike serbe, për me thonë këta janë pa aftë për me bë shtetin edhe po duket politika e tyre që shpërshkon. Ne nuk jemi të kuptuar që me veprimet tona partijake jemi duke dëmtuar politikën e gjithë bashkë të vendit tonë. Për interesa partijake, pa marrë parasysh shkojt, jemi duke i bë dëm pariparueshëm politikës së gjithë bashkë të vendit tonë. Nuk është më Kosova vendi ku ka me ardhur ambasadori i Amerikës me ta bë qeverinë. Mundet me pas raporte shumë negative për mos krijimin e institucioneve dhe për mos angazhimin serioz të gjithëve për krijimin e institucioneve për këtë ambasadën në Kosovë. Por thjesht i kemi bërë disa vite mas shpalljes pavarësisë, 26 vite mas luftës, po mendojmë dhe po i thojmë bashkisë ndërkombëtare që na jemi në gjendje për të marrë vendime vet, atë gjithkusht ka me testu aftësinë tonë për vendimmarrje drejtë, korrekte dhe efikase pajtim me politikat e vendit tonë. Në këtë vit janë edhe zgjedhjet lokale. A mund të pritet ndonjë skenar që paralelisht apo në njëjtën kohë me zgjedhjet lokale të mbahen zgjedhje të jashtëzakonshme, për faktin që shihet që çdo subjekt po tenton të zvarrit këtë proces. Nuk është interesuar në atë formën e gjetjes së një zgjidhje. Po edhe shkumi janë zgjedhje, nuk e di se tash, për me thonë kemi me shkuar zgjedhje, do të më zgjedh rruga juridike, dhe e dyta politikisht kush konvenon ose kush ka interes për me shkuar zgjedhje. Këtë fajsi politike që për qytetarin përbindjen të pothuajse se është e barabartë për gjitha partitë politike, nuk di kush ka më shumë me përfitu prej kësaj gjendje. Për kësaj gjendje mund të përfitu potencialisht një koalicion që kishte mundë me ndërtu prej 2-3 partive opozitare. Megjithatë, e kanë mundësinë, po tani nuk po e bëjnë. Nuk po e bëjnë, po edhe në kuptim të zgjedhjeve, për shemb, PDK si parti të qendrës djathtë kanë vendosur me bëni koalicion parazgjedhor për zgjedhjet e ardhshme. Si me thonë, e bllokojnë këtë proces, nuk bashkëpunojnë me vetëvendosjen si parti e maj që ka shkaktuar dëm me vendit, politikë të jashtme, politikë brendshme, i kanë justifikimet e veta politike.
A janë gjendje LDK me u bë bashkë që me mujt vetëvendosjen në koalicion parazgjedhor? Unë nuk e di që janë gjendje për me bë bashkë të dyja. Nëse janë gjendje me bë bashkë të dyja, kush është ai që komi prish balancat politik pas zgjedhjeve? Pra nëse shkojmë zgjedhje, mundet me pas rritje të PDK-s, mundet me pas rritje të LDK-s, mundet me pas rrëmje potenciale të vetëvendosjes. Por prapë se në kuptim të renditjes politike nuk ka me pas një impakt as të madh. Pra duhet me vlerësu realisht nëse ka vendosur partitë politike me neglizhu procesin, derisa të çojnë veten vendin në zgjedhje, kush është përfituesi i këtij procesi politik për me shku zgjedhje. Unë nuk e di që është dikush prej tyre në mënyrë përmbajtësore përfitues i mbajtjes së zgjedhjeve. Bile potencialisht ka shumë mundësi me pas zhgënim shumë të madh qytetarëve, edhe me pas dalje në zgjedhje shumë pak, për shkak që nuk shohin alternative të këto parti politike. Dhe kjo më ne që veç e komplekson punën. Unë besoj prapë që partitë opozitare nëse kanë një agjendë qartë, duhet me bëni koalicion publik me një agjendë qartë politike. Nëse nuk munden me bë këto, atë le të negociojnë me vetëvendosjen dhe le të bëjnë institucionet çështjen e përkohshme. Megjithatë, shpesh herë vetëvendosja po deklarohet publikisht që nuk do t'i pranojnë koalicion. Po prapë lidhëm te intervista e zotit Kurti për televizionin e Kosovës që tha PDK-si do të një mandat me qëndru në opozit. LDK-a tha pse s'po vjen pa PDK-n. Dhe me thonë, i sulmon të prapë në atë formën që mos me shku. Jo me gjetë një gjuhë të unifikuse për mu afru, por çdo herë, çdo deklarim e sulmon opozitën në një formë ose formë tjetër. Ishte edhe prapë një sulm tjetër dhe AOK-s e cila tha që nisma është lajm që e ka shtinj AOK-n në parlament. Ju e thatë edhe në fillim që për fat keq politika e ka humbur kredon morale. Përgjegjësia politike, morali politik pothuajse është rënë këtë vend. Nëse ai ka thonë ditën e mbrëmjen e pas zgjedhjeve, hajvona, e masneja që kanë letër LDK-s i lut, ose tjetër në bën një marrëveshje me nismen. Edhe del tash deklarohet prap dikon pak e livdën, tjetër nën pothuajse i mshon, edhe për nismen. Një ditë njëri lun me dy, se me thonë me dy kute lun edhe me vet zotrin Limaj ose me parti politike ne i kaftu edhe në letrën që i kaftu sa i ka shoth, me thonë sa i ka livdu, sa ka thonë që jeni qenë paterice PDK-s, hajde tash bëmë edhe paterice jemja, thjesht edhe te letra që e ka dërgu LDK-s e ka trajtu si një paterice, dikur i kishërby PDK-s, hajde tash shërbe mu, por nuk e ka trajtu me respekt. PDK-n nuk e ka trajtu me respekt asnjëherë, po në takime dhe mas takimeve që ju ka përgjigj kryetari i PDK-s Krasniqi e ka livdu i ka foli sa fjalë mira. Thjesht përdor një farlloj politike me parti politike sa mundohet pak me izbut, prapë përdor disa fjalë që i nxjerr piloje edhe e nxjerr veten absolut pa gabushëm, pa fajshëm, edhe në mënyrën më të mirë kuptimin që s'ka se jon krejta janë veç çapo duani me i përdorë dhe me shfrytzu për një interes politik. Vetëvendosja, zotni Kurti nuk ka dëshmu, e thashtë dhe maja që mundet me ndërtu partneritet me askon. S'ko me mujt me ndërtu partneritet as tash. Edhe nëse ka një koalicion potencial mas shumë sfidave politike, juridike, me LDK-n për e zonë, ose me PDK-n, se sen marrën në kujen edhe me PDK-n me i, prap është i paqëndrueshëm për shkak të veprimeve ti politike, mendimeve ti të njashme, edhe dëshires tina për me mbizotru çdo gjë. Ky ka shkaktu konfuzitet edhe të elektorative. Ky po kur e bën një takim me Limen, këtë livdojnë Limen. Prishet pak i full të fjallë kunder, janë nisin e shajnë. I që i letë LDK-s, janë nisin me livdu LDK-n, militantizmi tyne me livdu LDK-n, po kur s'kemi pas kesh. E refuzoj LDK, janë nisin të njëjtit me shah. Ka bo konfuzi, ka, që me thonë, është të i përplas elektoratin e vetë, sa me një breg tjetër, për shkak të veprimeve tina, edhe për shkak që ata presin, që ka të full Kurti këta me kështyr me jabon i farloj militantizmi. Edhe i ka bo edhe ata të paqëndrueshëm, sa e livdojnë PDK-n se pak keshi Kurti me ta, idhnuat Kurti e shajnë, keshi Kurti pak me LDK-n e livdojnë LDK-n, thjesht është e bon një popull të paqëndrueshëm sjelljet e tij edhe në veprimet e tij. Zëdhe Klinok, Kosova ka 1000 probleme, do shta më shumë se çdo vend tjetër. Ka nevojën për integrime, kriza madhe ekonomike, po ashtu sanksionet ndërkombëtare, apritet në një të ardhme të afërt që të formojnë institucionet. Me thonë kështu drejt, me pas men, ishtë dash me bo institucionit sa ma shpejt. Me pas dhim për vendin ton, ishtë dash me bo institucionit sa ma shpejt. Me pas dhim për popullin ton, ishtë dash me bo institucionit sa ma shpejt.
Përndryshe, me gjithë të sfidat të cilat e kemi, na jemi duke hup hapin shumë të madh në procesin tonë të stabilitetit tonë ndërkombëtar e pastaj edhe të integrimit. Na kemi pas një njojë që 4 vjet. Na kemi ngesë në arenën ndërkombëtare komplet. Përmrena pothuajse kriza për ditë, emigracioni shumë i madh, 1.5 milion 500.000 qytetarë kanë dalë jashtë vendit për 10 vjet. 1.5 milion kanë mbetur procesi veç është rritje e emigracionit. Dëshpërimin këtë vend është rrit. Shpresa këtë vend është humb. Shoqënia civile në këtë vend e ka humb busullën e vet. Mediat sulmohen edhe janë bosi gogoli për një pjesë të madhe të qytetarëve të vendit tonë. Thjesht jem të e humb ndjesinë tonë për njëri tjetrin, ndjesinë tonë për vendin e për popullin tonë. Çdo politikan besoj me bindje të plotë që ka me pas dhënë për vendin, për popullin dhe për të ardhmen tonë si vendi, si shtet, besoj që ka me pas reflektim shumë pozitiv edhe shumë të qartë për me marrë përgjegjësi për këto institucione. A ka sfida, Kosova ka sfida, a mundet qeveria me pas shumë ballafaqim me sfidat mëdha që duhet me pas guxim shtetëror institucional, unë besoj po për çta politika, ata që janë politik duhet me kanë vetëdijshëm, që kanë marrë edhe privilegje aq më shumë, kanë me marrë përgjegjësi për veprimet e tyre. Zoti Glinjoka, faleminderit për kohën dhe opinionin e juaj dhënë për televizionin e Roja. Faleminderit shumë juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.